Për 11 ditësh banorët e fshatrave Oresh, Cernalev dhe Borje në Kukës janë të bllokuar. Në Cernalev 4 familje kanë mbetur të izoluara pas rrëshqitjeve të tokës. Sipas banorëve, shembjet kanë ardhur si pasojë e grumbullimit të ujit në faqen e malit, në zonë ku kalojnë tubacionet e një hidrocentrali. Jena të izoluar komplet, se është izoluar komplet rruga edhe kret. Kjo që si ka ardhur për sipër. Hidrocentrali ka këtu kët. Se nga lëvizja e burimit, shpërndarja e ujit ka ndodhur kjo, se ka 100 vjet këtu e din shumë mirë banorët se nuk ka pas kur ndonjëherë lëvizje dhe unë. Si pasojë e shembjeve janë dëmtuar 2 banesa dhe stalla baktish, ndërsa rrëshqitja vjen të jetë aktive, duke rritur rrezikun për banorët, teksa ndërhyrja është e pamundur për shkak të terrenit të vështirë. Erozioni kanë shumë i lartë. Dami shumë i madh është sipër. Edhe këtu të shtëpia jena të izoluar nga materiali, nga inertet që kanë ardhur. 3 ditë ka ndodhur kjo shembja këtu që është rrezik edhe për shtëpitë edhe për familjet për kret. Askush nuk ka ardhur. Edhe pse i kam njoftuar, kam çu videot, kam tregu gjitha, nuk ka ndërhyr as të një. Në vendin e quajtur Gryka e Vanave të lumit Luma, rritja e prurjeve ka shkaktuar gërryrjen e brigjeve anësore të lumit, duke nxjerrë në sipërfaqe tubacionin kryesor të ujësjellësit që furnizon qytetin e Kukësit me ujë të pishëm. Tubacioni është i ekspozuar ndaj goditjeve të gurve, ku si pasojë është krijuar një çarje. Deri më tani nuk ka pasur asnjë verifikim apo ndërhyrje nga ana e ujësjellësit të Kukësit.